Fitoria ndaj Slovenisë në ndeshjen e së premtës në stadiumin Fadil Vokri do të ishte një hap i madh për kualifikimin e Kosovës në kampionatin botror 2026, që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Selektori i kombëtarës së Kosovës, Franco Foda, ka bërë thirrje për mbështetje të fuqishme nga publiku, duke theksuar rëndësinë e tifozëve në stadium për ta ndihmuar ekipin të arrijë këtë qëllim. Në konferencën për media të hënën, Foda ka shprehur besimin se skuadra është e gatshme për një ndeshje të fortë ndaj Slovenisë, pas fitores së rëndësishme ndaj Suedisë. Përballje të vështirë, Foda e ka vlerësuar edhe duelin me Suedin, të cilin Kosova e lua në udhëtim 3 ditë pas ndeshjes me Sloveninë. Do të jenë 2 ndeshje të vështira, jo të lehta, mirë po pas fitores ndaj Suedisë, ku kemi treguar cilësitë tona, pasionin dhe vendosmëri, skuadra ka treguar se ka mundësi të fitojë edhe ndaj kundërshtarëve të tillë. Slovenia ka skuadër të fortë me lojtarë të fortë në mbrojtje, e po ashtu edhe sulmues të mirë, ka edhe përvojë, por ne do të punojmë maksimalisht për ndeshjet e radhës. Dihet që në shtëpi kemi mundësi të mira, pasi kemi publikun prapa nesh, i cili na mbështet dhe shpresoj të dalin fitues nga ndeshja me Sloveninë. Trajneri u ndal edhe te gjendja e lojtarëve, duke përmendur Edon Zhegrovën, i cili së fundmi është transferuar te Juventusi, por që 2 ndeshje rresht nuk është aktivizuar. Tani e rëndësishme është që Edoni ka gjetur ekip të ri, Juventusin, po ashtu e rëndësishme është që është mirë fizikisht dhe i gatshëm të luajë për Kosovën. Gjërat të tjera do t'i diskutoj personalisht me të dhe lojtarët tjerë. Ndërsa vlerëson rivalin, përzgjedh si Foda theksoi se fitoria ndaj Suedisë ka rritur vetbesimin e skuadrës. Slovenia ka arritur deri në 28-ën e finales së kampionatit evropian, por ne kemi treguar se mund të luftojmë për vendin e dytë në grup. Tani duhet të luajmë me shpirt ekipor dhe përkushtim maksimal për të marrë një rezultat pozitiv. Kosova ka në dispozicion 4 seanca stërvitore para ndeshjes dhe Foda do të bëjë vlerësimin final për formacionin. Ai pranoi se loja ndaj Zvicrës nuk ishte ajo që pritej, por ndryshimet e bëra ndaj Suedisë sollën suksesin. Ndeshja Kosovë-Sloveni zhvillohet këtë të premte nga ora 20:45 në stadiumin Fadil Vokri dhe është një test i madh për ambicjet e ekipit kombëtar për botrorin 2026. Stërvitjen e parë, Kosova e ka mbajtur të hënën pasdite në kampin nacional në Hajvali, e cila ishte kryesisht rigjeneruese për futbollistët që u aktivizuan me klubet në fundjavë.